Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e sheh nga ju një të keqe, ose kush informohet për një të keqe, le ta ndryshoj atë keqe me dorën e tij, me forcën e tij. E nëse nuk ka mundësi ta bëj këtë, atëherë le ta ndryshoj të keqen me gjuhën e tij, me këshillën ose çortimin e tij. E nëse nuk mundet ta bëj këtë, atëherë le ta urrej, le të mos pajtohet me zemrën e tij për këtë keqe. Por se ky është imani më i dobët. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet që përcjell ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi jon shpreh qartë qasjen që duhet të ketë besimtari ndaj së keqes. Më i pëlqyeshëm është kundërshtimi i të keqes me vepra a me fjalë. Në pamundësi, më së paku duhet urryer me zemër dhe duhet larguar nga ai ambient apo nga ai person i keq. Nëse nuk e urren të keqen me zemër, do të thotë se je i kënaqur me të. Kënaqja me të keqen nuk është pjesë e besimit, nuk është pjesë e imanit. Të pajtohesh me të keqen është gjuna. Në një zemër ku qëndron besimi, nuk ka vend për të keqen. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën An-Nisa, ajeti 140 i kësaj suraje, urdhron dhe thot: Allahu ju ka shpallur në libër, në Kur'an, kur të dëgjoni se mohohen fjalët e Allahut dhe bëhet tadhje me ta, atëherë mos rrini me ata njerëz që veprojnë kështu, derisa të ndrojnë bisedë. Përndryshe, do të ishit si ata. Allahu do t'i tubojë në xhehenem të gjithë hipokritët dhe mohuesit. Ndërsa në surën Maide, ajeti 78 dhe 79, Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhron dhe thot: ata benu Israil që ishin mohues, u mallkuan në gjuhën e Davudit dhe të Isait, birit të Mërjemes, për shkak se kundërshtuan, për shkak se shkelen çdo kufi dhe se nuk e ndalonin njëri tjetrin të bënin vepra të këqija, sa të shëmtuara ishin veprat që bënin ata. Ndryshimi i të keqes kërkon përgjegjësi dhe seriozitet. Kur është e mundur ndryshimi i të keqes me dorë, mos u mjafto me një këshill. Kur është e mundur ta ndryshosh të keqen me këshill, mos u mjafto me urrëtitjen e zemrës. Arma e thirrësit islam nuk është shpata, por urtësia, dituria, lufta ndaj padrejtisë dhe kritika e shëndosh. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith urdhron dhe thot: ndihmoje vllain tënd qoftë ai i padrejtë apo edhe kur i bëjnë padrejtësi. Sahabët e pyetën: o i dërguari i Allahut, ta ndihmojmë kur i bëhet padrejtësi, e kuptojmë, por si ta ndihmojmë kur është i padrejtë? Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: ta ndalosh nga padrejtësia. Ndihmesa është ta ndalosh nga padrejtësia. Urdhrimi për mirë dhe ndalimi nga keqja është detyrë kolektive e ummetit islam. Në gjuhën fetare është farz kifaje e ummetit tonë. Ky mision nuk është zanat me të cilin fitohet buka, as nuk është post me të cilin krenohet në punësi, por është përgjegjësi hyjnore. Nëse personi është i pa aftë për ta ndryshuar të keqen, për shkak të ndonjë dëmi fizik, sepse për shembull vjen i rrezikohet jeta, ose për shkak se shkaktohet një keqje më e madhe, atëherë bie obligimi i kësaj përgjegjësie. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-An'am,
ajeti 108 urdhon dhe thot: mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut, në mënyrë që ata të mos e shajnë Allahun armiqësisht nga padia. Dërsa në surën Bekare, ajeti 286, Allahu subhanahu wa taala urdhron dhe thot: Allahu nuk e ngarkon askënd përtej fuqisë, aftësisë, mundësisë dhe kapacitetit që ka. Edhe këshillimi ose qortimi me shkresë, me letër, apo në një artikull ose në një libër, gëzon të njëjtën vlerë për përmirësimin e gjendjes. Tregohet shembulli i hoxhës shkodran Vehbi Sulejman Gavoqi, Allahu e mëshiroft, i cili i dërgoi një letër kolegut të tij që po mbante anën e presidentit gjakatar sirian dhe po përligjte zullumin e ushtrisë kundër popullit. Bëhet fjalë për trazirat politike që u zhvilluan nga viti 2011 dhe në vazhdim. Në këtë letër, hoxha Shkodran i shkruan hoxhës Damasken, Allah i mëshiroft që të dy, i shkruan vetëm një fragment kuranor nga fillimet e surës Ghafir. Këto ajete të përzjedhura ishin sa qortuese, aq edhe përkujtuese. Çfarë thot Allahu azza wa jall në fillimin e surës Ghafir? Hamim. Shpadhja e këtij libri është prej Allahut, të plotfuqishmit dhe të gjithdijshmit, falësit të gjunaheve dhe pranuesit të pendimit, që dënon ashpër si dhe zotëruesit të mirave. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç atij, përveç Allahut, dhe tek Allahu do të ktheheni të gjithë. Me këto fragmente kuranore, hoxha Shkodran Vehbi Gavoqi e këshilloi kolegun e tij dhe e qortoi që të ndalohej dhe të distancohej nga zullumi i presidentit sirian. Në urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, nuk kushtëzohet pranimi i këshillës nga pala që gabon. E pranoj këshillën ose nuk e pranoj këshillën, unë si besimtar musliman e kam detyrë dhe obligim ta përcjelli normën islame ose ta përcjelli porosin hyjnore. Gjithashtu nuk kushtëzohet nga të qenit e këshilluesit në rregull për vete, as nga të qenit dietar apo nënpunës institucioni, sepse profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin ton i është drejtuar të gjithë ummetit, çdo njeri, çdo individ, çdo besimtar, me aq mundësi dhe kapacitet sa ka, duhet të këshillojë për mirë, duhet të ndalojë nga e keqja. Në historinë islame do të gjejmë modele të organizmave përgjegjës, të thirrjes islame apo të urdhërimit për mirë dhe ndalimit nga e keqja. Normalisht, prindi në familjen e tij ka hapësirën e vet për të urdhëruar për mirë dhe ndalu nga keqja. Gjithashtu mësuesi në shkollën e tij, në klasën e tij, ka hapësirën e vet. Por ajo që kujtoj nga mësimet e hoxhallarëve në Damask është edhe sistemi i kontrollit të ligjëruesve në xhamia. Kur dëgjohej dikush që mbante ligjërat në xhami, verifikohej aftësia e këtij personit, duke u pyetur: ku ke mësuar? Kush janë hoxhallarët e tu? Cili nga dietarët dëshmon për aftësitë shkencore tuaja? Nëse ligjëruesi ishte i certifikuar nga dietarët e kohës, atëherë atij i përgatitej një karrige në xhami dhe ai e mbante ligjëratën i ulur në karrigen e dijes, kështu quhej. Përndryshe, nëse ligjëruesi ishte amator, dashamir dhe jo i ditur, nuk pengohej nga misioni këshillues, ama i kërkohej të qëndronte në këmbë gjatë ligjërimit. Dhe kjo, që të dallohej i dituri i merituar nga dashamirësi amator i paditur. Në çështjet e diskutueshme mes dietarëve, nuk duhet të imponojmë mendimet të dietarëve të caktuar, por të këshillojmë me butësi, me urtësi dhe me dituri. Pra nuk duhet të ngutur të kritikojmë.
lypet të kemi fakt të prerë për të keqen në vetvete dhe gjithashtu për të keqen në hak të individit që e realizon atë. Për shembull, fjala vjen: të ushqyerit gjatë paraditeve të Ramazanit është vepër e qortuar. Ama për dike që është i smur ose udhëtar, ky ushqim nuk konsiderohet diçka e ndaluar. Prandaj pa e njohur individin ose pa i njohur rrethanat e individit, mos të nxitohemi ta gjykojmë dhe ta paragjykojmë dhe ta parandalojmë nga një veprim që në raport me të, ai veprim është i lejuar. Një shembull tjetër. Të falurit pa abdes është vepër e qortuar, e ndaluar, ama disa nga shkaqet e prishjes së abdesit janë çështje të diskutueshme mes dietarëve. Prandaj mos u ngut të gjykosh me mendje ngushtësi, por diskuto dhe konsultohu për të arritur tek më e drejta, tek më e vërteta, tek më e dubishmja. Ebu Said el-Khudri, transmetuesi i hadithit ton, këtë hadith e ka transmetuar në kohën e Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ishte një nga udhëheqësit e muslimanëve. Në një ditë bajrami, udhëheqësi i muslimanëve, Marwani, e nxori mimberin në namazja dhe e filloi ritualin me hudben e bajramit. Një person nga të pranishmit u ngrit dhe i tha: "O Marwan, po e kundërshton traditën profetike. E nxorë mimberin jashtë xhamisë, e në kohën e pejgamberit nuk është nxjerr. E fillove ritualin e bajramit me hudben, e në kohën e pejgamberit e kanë filluar ritualin e bajramit me namaz, pasi që kanë falur namazin, pastaj kanë mbajtur hudben." Ebu Said el-Khudri, radiallahu anhu, e dëgjoi këtë këshill nga ky person dhe tha: "Ky person e hoxhi e ka hequr përgjegjësinë nga vetvetja. E kam dëgjuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kush e sheh nga ju një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij, nëse nuk ka mundësi, le ta ndryshojë me këshillën e tij, nëse nuk ka mundësi, le ta urrejë dhe le të mos pajtohet me zemrën e tij, por ky është niveli më i ulët i imanit." Duke shpresuar që të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.